ke do të vërtet do ta kuptojnë rëndësinë e momentit, edhe do të ulen, do të bisedojnë, do të ikun blokadave, do të ikun refuzimeve dhe do të vinë me konsensuse, me propozime konsensuale. Fatkeqësisht në atë rundën e parë, nëse mund të them kështu, nuk ka pas emra të tillë përpas përmendja e zotit Murat Jashari, nuk ka pas ndonjë emër tjetër konsensual, i cili do të pranohej nga një spektër më i gjatë. Shpresoj që këtë rast edhe Lidha Demokratike, pse jo, do del bashkë këshin mirë bashkë me parti tjera opozitare, para se gjithashtu me Partinë Demokratike, me dalë me një emër pari ju konsensual, mes juve ose me dy emra. Me dalë me emër LDK? Po, absolutisht, LDK-ja dhe PDK-ja dhe AK-ja, pse jo, si opozit, me emër tillë, a partijak pa afiluar me partitë politike, i cili vërtet do ta sfidonte lëvizjen vetëvendosje dhe në emër të cilin vërtet lëvizja vetëvendosje do ta kishte vështirë që ta refuzonte. Dhe shpresoj që në një situatë të tillë edhe ata, edhe për shkak të presionit publik, do të lëshonin penë, se mund të them kështu, kushtimisht dhe do të